Ka njerëz që i takon në jetë dhe të mbeten përgjithmonë si një pasuri e çmuar. Ti je njëra prej tyre, Flora. Gazetare, publiciste e talentuar me një penë të hollë dhe një shpirt poetik, ke nxjerrë në dritë figurat më të ndritura dhe më të suksesshme shqiptare, si në Shqipëri, ashtu edhe në diasporë, duke dëshmuar se vlerat e kombit tonë nuk njohin kufi. Ti je si një thesar, Flora, gjithmonë plot ide, iniciativa të vlefshme, mendime të urta dhe frymëzim. Ke aftësinë e rrallë të ndezësh shpresë, të nxisësh mendimin dhe të mbjellësh optimizëm tek të tjerët. E unë gjithmonë do të thras Floricita, sepse ky emër më sjell ndërmend jo vetëm dashurinë tënde për gjuhën spanjolle, por edhe flakën tënde mesdhetare, pasionin, ngrohtësinë, elegancën dhe shpirtin artistik që ty të karakterizon. Të uroj shëndet e dashur Flora, lumturi, frymëzim të pashtershëm dhe suksese të reja në çdo hap të jetës të cilat ti i meriton. Me shumë dashuri, mika jote Eva, gëzuar. Të uroj edhe 100 vjeç të tjera, kaq aktive, kaq e dashur, kaq e ëmbël siç je. Je një aktiviste, një organizatore e shkëlqyer, një gazetare e pakrahasueshme dhe për mua si Irena, për mua si Toena, po deshe, kemi bërë bashkë kaq gjëra të bukura, por ti edhe vetë na ke dhuruar kaq energji pozitive dhe punë të bukura, botime, je kujdesur për botimet e babait tënd, ke bërë kaq shumë në lidhje me dokumentimin e aktiviteteve tona si Toena apo si Instituti i Librit dhe i Promocionit në agjensinë telegrafike të lajmeve, kur ke punuar atje për shumë vite. Falenderoj shumë që ekziston, falenderoj shumë që të kam shoqe dhe mikesh të ngushtë dhe të uroj që ta shijosh këtë ditëlindje si asnjë tjetër më parë. Asnjëherë nuk kam kërkuar rrugën më të lehtë. Kam kërkuar të jem në paqe me veten time. Ndoshta kjo ka qenë arsyeja që unë kur nuk e shita profesionin tim. E kur punon kështu, ndoshta nuk bëhe pasuri. Por dhe qenit vetja, edhe kjo është një pasuri e madhe. Pata fatin të lind në një familje ku ndershmëria dhe kultura nuk ishin vetëm fjalë. Kujtoj sot, në këtë ditë të shenjtë time, dy njerëzit që mua më sollën në jetë. Nënën time, doktoresh Margarita Pano, dhe babain tim, Niko Nikola, shkrimtar dhe publicist. Nuk më ndan vetëm jetën, të dy më mësuan si duhet ta jetoj jetën. Nga ata mësoa se dinjiteti nuk negociohet dhe se emri ndërtohet vetëm me ndershmëri. Ndaj për mua dhe për motrën time të shtrenjtë, Zanën, të dy mbeten gjithmonë shembullin më i bukur. Por në këtë rrugëtimin tim nuk kam qenë vetëm, sepse gjithmonë kam pasur pranë motrën time, Zanën, e për këtë jam mirënjohëse gjithë jetën. Por kam pasur edhe një pasuri tjetër. Ata kanë qenë miq që shënjojnë diçka në jetën tonë. Sepse në fund të fundit jeta nuk matet me numrin e miqve, por me dashurinë e madhe që marrim dhe japim me njëri tjetrin. Nëse sot do më pyesnin, Flora, çfarë do të ndryshoje nga jeta jote? Përgjigjja ime do të ishte shumë e thjeshtë, sepse unë do të zgjidhja sërish të njëjtën rrugë, me të njëjtin pasion dhe me të njëjtën dashuri, sepse vetëm kështu unë mund të jem vetvetja. Në fund, nëse do ta përkufizoja jetën vetëm me 2 fjalë, unë do të thosha: ecim përpara. Faleminderit që jeni pjesë e rrugëtimit